Kapitulli 1. Nga leckë këmbësh në vajzën e ëndrave. Sillu si të jesh çmimi i madh dhe ai do të bëhet besimtar. Tërheqja seksuale përbëhet 50% nga ato që ke dhe 50% nga ato që njerëzit mendojnë se ke. Shprehje nga Sofia Loren. Njihuni me vajzën e mirë. Të gjithë kanë njohur një vajzë të mirë. Ajo është lloji i femrës që shpërblen një mashkull që poshta e ka njohur duke i dhënë gjithçka, pa patur nevojë që ai të investojë asgjë në marrëdhënie. Ajo është femra që jep gjithçka qorrazi, pasi dëshiron shumë që vëmendja që ajo jep të bëhet reciproke. Ajo është femra që bën çdo gjë që mendon se mund të dojë apo pëlqej mashkulli i saj, pasi dëshiron që me çdo kusht të ruajë atë marrëdhënie. Në një moment të jetës, çdo femër e ka shfaqur këtë sjellje. Zakonisht, revistat e modës i japin femrave këshilla qesharake lidhur me marrëdhëniet, çka e shpjegojnë qartazi dëshirën e femrave për të mbikompensuar. Fillimisht, duhet të luash rolin e së vështirës. Më pas, gatuaj një vakt me 4 pjata. Gatuaj biskota për Shën Valentin me pluhur me shi egzotike të importuar nga Malajzia. Njësoj si Martha Stewart. Patjetër që nuk mund të harroni mbulesat e tavolinave dhe luleshtrydhet organike për të cilat ju desh të bëni 2 orë rrugë. Të gjitha këto shërbejani në takimin e dytë, veshur me një këmish me tantel. E çfarë do të arrini me këtë? Një katastrofë. Principi i tërheqjes numër 1. Çdo gjë që njeriu ndjek në jetë largohet, veçanërisht kur bëhet fjalë për meshkujt, vetëm me një ndryshim. Nëse e ndjek gjatë natës, ai më parë do të bëj seks me ty, më pas do të largohet. E përse një mashkull largohet nga një situatë e tillë? Ai largohet sepse kjo sjellje e femrës tregon se ajo nuk ka shumë vetvlerësim. Marrëdhënia është e re dhe lidhja mes së dyve është ende sipërfaqësore. E megjithatë, ajo i ka shfaqur atij letrën më të mirë që ka për të luajtur. Fakti që ajo është e gatshme të mbikompensojë një të panjohur do të thotë 2 gjëra. Kështu ai do të mendoj ose që femra është e dëshpëruar, ose që ajo është e gatshme të kalojë natën me çdo mashkull që i del përpara. Mbas edhe të dyja. Në këtë mes humbet vlerësimi i tij për përpjekjet e saj. Pasi mashkulli humbet respektin për një femër sepse ajo është e gatshme të zhvlerësojë veten, ai gjithashtu do të humbas dëshirën për t'i ofruar asaj më tepër, qoftë natën ose ditën. Nga ana tjetër, vajza e ëndrave nuk e vë veten në siklet për të rënë në sy ndokujt. Kjo është arsyeja që gruaja me të cilën ai dashurohet nuk gatuan 4 pjata në vakt. Madje ajo nuk përdor as kompletin e mirë të pjatave. Ajo e nis me 1 pjatë në vakt. Kokoshka, nuk ka zbukurime. Edhe një tas plastik e bën punën më së miri. Ajo thjesht e pyet të ftuarin nëse do të hajë nga qesja apo nga tasi. 6 muaj më vonë, e njëjta grua gatua një vakt të plot për të dhe i vë përpara një pjatë të ngrohtë. Çfarë do t'i thoj vetes ai në këtë çast? Sa i veçantë jam. Nuk ka rëndësi nëse janë thjesht makarona me salcë dhe një qofte që i ke blerë në restorantin që ndodhet në cepin e rrugës. Ai do të thotë: "Këto janë makaronat më të mira që kam ngrënë në jetën time." Tashmë ai ndihet si mbret. I vetmi ndryshim është sasia e kohës dhe përpjekjet që ju desh të investonte në fillim. Nuk i mori të gjitha që në fillim dhe këtë gjë e vlerëson. Principi i tërheqjes numër 2. Femrat që i bëjnë meshkuj të kacavire në përmure për to nuk janë dhe aq të jashtëzakonshme. Zakonisht janë ato që duken si më moskohçarse. Kjo nuk lidhet me ndonjë lojë apo me manipulimin e dikujt. Kjo ka të bëjë me faktin nëse je vërtet një femër që ka nevojë për një mashkull apo nëse sinqerisht dëshiron t'i tregosh atij se në marrëdhënie do të jeni të barabartë. Lidhet me faktin nëse je në gjendje t'i tregosh se do të ruash karakterin tënd gjatë marrëdhënies. Çfarë do të ndodhte nëse prej ditës së parë i tregon atij se je e gatshme të përkulesh sipas dëshirave të tij? Ai do të mendojë se je e dëshpëruar dhe do të dëshironte të shikonte se deri ku arrin përkulshmëria jote. Kjo është natyra njerëzore. Menjëherë do të vinte në provë. Sa më lakueshme që të bëhesh, aq më shumë ai dëshiron të përkul. Menjëherë, në mendjen e tij do të perceptohesh si një bateri, pasi ai do të mendojë:
Deri ku arrin ajo? Sa mund të marrë prej saj? Vajzat e mira duhet të kuptojnë atë që kuptojnë kuçkat. Bikompensimi ose dëshira për të kënaqur mashkullin ja largon atij respektin, i e puthjen e vdekjes pëlqimit që ai ka ndier për ty dhe do t'i vërë marrëdhënies një afat kohor. Shumicës së meshkujve nuk i duket si sfidë mendore një femër që sakrifikon shumë. Zakonisht, femrat inteligjente mendojnë se meqense kanë një diplomë, nëpërmjet debateve politike dhe diskutimeve të aktualitetit mund të stimulojnë mendërisht një mashkull, por kjo është e gabuar. Sfida mendore nuk lidhet shumë me bisedat. Zakonisht, sfida mendore ka të bëjë me faktin nëse ti mendon se të tjerët duhet të të respektojnë apo jo. Ka të bëjë me mënyrën se si ti e lidh veten me të. Ka të bëjë me faktin nëse ai e di që ti je zonjë të dalësh pa të në krah apo jo. Vajza e mirë bën gjithmonë gabimin që tregohet gjithnjë e gatshme. Nuk më pëlqen të luaj, thot ajo. Në këtë mënyrë, ai e kupton se femra ka frikë të qëndrojë pa të dhe menjëherë mashkullit i duket sikur e ka plotësisht në dorë femrën. Zakonisht, në këtë pikë fillojnë ankesat e femrave. Ai nuk ka kohë për mua, ai nuk është romantik si dikur. Një kuçk tregohet më e kujdesshme në gatishmërinë e saj. Ajo ndonjëherë është e gatshme, po ndonjëherë edhe nuk është. Megjithatë, është e sjellshme mjaftueshëm sa për të pasur parasysh dëshirën e tij për ta takuar. Si përkthehet kjo? Ai nuk të ka në dorë. Po femrat që lënë gjithçka për të takuar një mashkull? Edhe në këtë rast, mashkulli e di që të ka plotësisht në dorë. Pas disa takimesh, ai del me shokët, kthehet në mesnatë në shtëpi, telefonon femrën dhe ajo menjëherë niset për tek ai. Kur një femër del në mesin e natës për të takuar një mashkull, e vetmja gjë që mungon është një tabelë ndriçuar që të tregojë me fjalë se sa e disponueshme është ajo. Principi i tërheqjes numër 3. Një femër perceptohet si sfidë mendore në momentin që mashkulli nuk e ndjen se e ka atë plotësisht në dorë. Koha që kalon me të tregon gjithçka. Vajza e mirë pas një jave ulet në një karrige e mërzitur teksa ai merret me interesat e tij. Ai mund të jetë duke ndjekur ndonjë sport ose duke pastruar mjetet e peshkimit, duke luajtur me kitarën e tij ose duke punuar me makinën e vet. Ajo ndihet e mjeruar, por nuk thot asnjë gjysmë fjale. Përkundrazi, ajo përpiqet të duket sikur po argëtohet teksa luan me gishtat e saj, thjesht që të jetë në shoqërinë e tij. Nga ana tjetër, kuçka bën shumë fjalë. Në fakt, ajo gjatë gjithë kohës vetëm ankohet. Kjo nuk është diçka e keqe, sepse e bën mashkullin të kuptojë se nuk mund ta shkel me këmbë. Por, mos harro se një sfidë mendore nuk ka të bëjë me luftën verbale. Ka të bëjë me veprimet e tua dhe se sa ti je gatshme të japësh. Për shembull, ai thotë se i pëlqejnë bjondet. Ti ke lëkurë të errët, sytë ngjyrë të errët dhe flokë të zinj. Herën tjetër që takohesh me të, ke çelur ngjyrën e flokëve dhe ke lyer edhe vetullat. Përkthimi, ai do ta kuptojë se të ka plotësisht në dorë. Thonë se dashuria e një mashkulli vjen nga stomaku. Kjo është e vërtet, por askush nuk ka thënë se duhet të sklavërohesh 6 orë rresht për t'i përgatitur një vakt. Edhe nëse hani në një restorant ose porosisni diçka të gatshme, stomaku plot do të jetë dhe sërish do të ketë dashuri në ajër. Rregulli i gishtit të madh. Nëse një pjatë është e ngrohtë, ai ka për ta ngrënë. Pjesa tjetër është një punë e çuar dëm. Femrat janë të detyruara të lëshojnë veten. Nuk kam parë ndonjëherë një revistë për meshkuj që të ketë një artikull që shpjegon si të gatuajnë për një femër. Të vetmet receta që jepen për ta janë në shfaqjet e sportit, ku shpjegohet si të bashkosh të bardhën e vezës me proteinat për një trup me muskuj. E ngritet çështjen e të gatuarit, pasi është një prej shumë mënyrave që një femër dëshiron të mbikompensojë. Por kjo nuk do të thotë që duhet të harrosh fare gatimin. Ndoshta do të festoni për vjetorin pasi të keni mbushur një vit të lidhur, ose ndoshta ai ka ditëlindjen dhe ti dëshiron t'i bësh diçka të veçantë për të. Në ndonjë rast të veçantë, dhe sigurisht pasi ai ta ketë merituar, gatimi i një vakti është një surprizë e këndshme. Por nuk do të jetë më surprizë nëse këtë gjë e bën që në fillim të lidhjes. Meqense ky është një libër për femrat, do të tregohesh e shkujdesur nëse në të nuk do të përfshijë ndonjë recetë për javët e para të lidhjes. Por,
Ndryshe nga Martha Stewart, këto receta janë të thjeshta për të mbajtur mend dhe madje nuk do të kesh nevojë as t'i shënosh në blog. Kokoshka. Kokoshkat i këshilloj më tepër pasi përgatitja e tyre është e thjeshtë dhe e shpejtë. Së pari, fut qesin me kokoshka në mikrovalë. Pasi të gjitha kokoshkat janë pjekur, nxjerrë qesin me kujdes pasi do të jetë shumë e nxehtë. Sigurohu që të kesh veshur dorezën e gatimit. Përparsën e kushinës, sjellje të kesh marrë lugën e gatimit për të ndihmuar në nxjerrjen e kokoshkave nga mikrovala. Të gjitha këto detaje jo vetëm do t'i bëjmë përshtypje të ftuarit, por do të bëjnë të dukesh sikur vërtet e di se çfarë po bën. Nëse disa kokoshka janë vyshkur, atëherë shiko nëse janë të djegura. Ato që mund të jenë nxirr, hidhi në plera, ndërsa të tjerat në tas. Kokoshkat e verdha shërbeja të ftuarit dhe më pas mos harro të ndryshosh kohën e gatimit kur të përgatisësh kokoshkat e tjera për veten. Sasia, 1 tasë e gjysmë, mjaftueshëm. Pjata kryesore. Pjata fine e shoqëruar me salca. Në një tenxhere vendos ujë për të zjerë dhe brenda fut 2 salsiqe. Lëri të zihen për 5 minuta në mënyrë që të jenë pak të forta ose si quhen ndryshe al dente. Mbushi të ftuarit një gotë me pije freskuese dhe më pas dërgoje në balkon në mënyrë që të shijoj pamjen, pasi ambienti është shumë i rëndësishëm. Kur ai të mos e ketë mendjen, prij salsiqet në kubik të vegjël dhe secilës vëri nga një kroejtse dhëmbësh sipër. Njësoj si Martha Stewart, lëre fantazinë të lirë në përzgjedhjen e ngjyrave të kroejtësve të dhëmbëve. Salsiqet shërbej të shoqëruara me 2 salca në anë të pjatës, ketchup dhe mustard. Mos harro që kur nuk duhet i quash salsiqe, por duhet i quash pjata fine të shoqëruara me salca. Për sa i përket ëmbëlsirës, një kek role i shoqëruar me kafe. Dhe sigurisht, një mente pas darkës është detaji i fundit. Të këshilloj ndonjë çamçakës djegës me mente ose trident. Do ta kuptosh që darka ka qenë një sukses i padiskutueshëm në momentin që ai do të këmbgul që herën tjetër të hani jashtë. Nga ky moment, nuk do të dëgjosh më kurrë pyetjen se çfarë ka për të ngrënë. Nëse pas disa kohësh, ai të kërkon të gatuash, mjafton të ofrosh specialitetin tënd. Kokoshka, salsiqe dhe kek role të shoqëruar me kafe dhe pije freskuese. Më pas, fillo të bëhesh gati për të dalë, pasi brenda një ore do të shkoni në restorant. Kuçka nuk është gruaja që qëndron në shtëpi dhe punon për të përmirësuar aftësinë për të kapur meshkuj. Ajo përpiqet vetëm që të jetë një shoqëruese e mirë. Kjo është e mjaftueshme deri në çastin që mashkulli do të fitojë të drejtën të ulet në vendin e parë në jahtë. Fillimisht duhet i kushtosh shumë vëmendje një detaj. Nëse ai nuk është i gatshëm të ngrejë as gishtin gjatë periudhës që të vjen rrotull, atëherë po tregon qartazi se nuk ka asgjë për të dhënë të ardhmen. Kjo sjellje nuk lidhet me vlerat e tua, por lidhet me atë që ai mund të ofrojë. Gjithashtu ka të bëjë me mënyrën se si ti prezantohesh. Po punon jashtë orarit? Nëse ai ka shumë për të dhënë, por ti nuk e lejon, ai nuk ka zgjedhje tjetër veç se të tërhiqet. Kur një vajzë e mirë mbi kompenson, sjellja e saj do të thotë: ajo që unë ofroj nuk mjafton dhe ajo që jam nuk mjafton. Nga ana tjetër, Kuçka jep një mesazh krejtësisht ndryshe. Kjo që jam mjafton, mere ose lëre. Le të bëjmë një krahasim. Unë nuk mjaftoj, kundër unë mjaftoj, mere ose lëre. Ajo e telefonon shumë shpesh dhe thotë: të lutem, më telefono. Ajo e telefonon kur ka kohë. Ajo është në pritje të takimit si një styardes fillestare. Ajo e takon kur i leverdis asaj. Ajo e bën të qartë që synon një lidhje serioze që para se të njohë mirë mashkullin. Ajo del për të kënaqur dhe nuk i bën premtime një të panjohuri. Kur ai e telefonon, ajo është me nerva se pse nuk e ka telefonuar më parë. Kur ai e telefonon, bëhet kurioz se ku ndodhet ajo dhe pse nuk është me të. Ajo ngjet makinën, ai shkon për ta marrë dhe ndonjëherë prish planet që kishte vetë. Ajo pyet: ku po shkon kjo marrëdhënie? Ai nuk e ka ide se ku do të shkojë kjo lidhje dhe ajo nuk ja bën të qartë. Ajo thotë se dëshiron të ketë fëmijë. Ajo nuk i mban mend emrin. Ajo e pyet për ish të dashurat. Ai flet për ish të dashurat, ajo shikon orën. Njëra leckë këmbësh, tjetra vajza e ëndrave.
Themelet ngrihen që ditën e parë, që në fillim të lidhjes ai përpiqet me dieni të plot, po, me vetdije, të kuptoj se cilat janë parametrat dhe se me cilat gjëra mund t'ja hedhi paq. Edhe e folura në telefon tregon shumë. Prej që të telefonoj ai para se të bësh plane, bëhesh me elastike nëse ai nuk të telefonon apo shfaqesh papritur. Nëse është kështu, atëherë nuk po i mëson atij asgjë lidhur me përpikmërinë. Thjesht po i tregon se të ka plotësisht në dorë, çka nuk është mesazhi i duhur për t'i dhënë dikujt që sapo e ke njohur. Tashmë është një fakt i ditur që shumë meshkuj nuk të telefonojnë thjesht për të parë se si do të reagosh ndaj kësaj. Nëse femra është e mërzitur, kjo kuptohet menjëherë. Mashkulli e mat më së miri se sa nevojë ka femra për atë marrëdhënie, thjesht duke u tërhequr pak. Kështu që bën mirë ti harrosh të gjitha teoritë që ke lexuar në revista për arsyet se pse ai nuk të telefonon. Principi i tërheqjes numër 4. Ndonjëherë, mashkulli nuk të telefonon qëllimisht, thjesht për të parë se si do të reagosh. Mashkulli e ka shumë të natyrshme që të vërë në provë marrëdhënien për të parë se sa mund të marrë prej teje. Të njëjtën sjellje shfaqin edhe fëmijët, madje edhe kafshët. Është në natyrën njerëzore. Tërheqja është gjithashtu një mënyrë që mashkulli të fitojë siguri në vetvete. Asnjë mashkull nuk thotë: "Zemër, më nevojitet siguri për të parë se ku ndodhemi të dy." Në të kundërt, ai do të tërhiqet pak për të parë si do të reagosh. Nëse ti reagon me emocion, atëherë ai ndjen se ka situatën nën kontroll. Nëse reagimi i ndjeshëm bëhet më i shpeshtë, atëherë për të do të jesh gjithnjë e më pak sfidë mendore. Nëse ai nuk e parashikon dot se si do të reagosh, atëherë sërish për të je një sfidë. Kjo i jep edhe diçka për të cilën ka nevojë, lirinë e frymarrjes. Nëse ai nuk bëhet i gjallë për një periudhë pak më të gjatë se zakonisht, atëherë nuk duhet të mbash qëndrim ndaj tij. Kjo është sjellja që atë do ta bëj pak më të pasigurt dhe dyshues për faktin nëse të mungon apo jo kur nuk jeni bashkë. I jep një arsye që të vijë te ti sepse nuk të shikon si të dëshpëruar. Përpiqu të mos thuash gjëra si: "Pse nuk më ke telefonuar?" ose "Pse kemi një javë pa folur?" Nëse sillesh sikur as që nuk e ke vënë re, meqense koha fluturon kur je duke u kënaqur, atëherë do të jetë ai që do të të kërkojë. Pse? Sepse nuk i duket sikur të ka në dorë plotësisht. Një revistë adoleshentësh jepte njëherë një këshill të keqe. Aty thuhej se mashkullit i duhem shehur pusulla surprizë në vende të papritura, si për shembull në çantën e tij ose në dollap, ose duhet i shkruani një poezi dhe t'ia vini dhe fshirëset e xhamave të makinës. Kjo do të ishte mjaftueshme për t'i dhënë puthjen e vdekjes pëlqimit që ekzistonte mes jush. Prit, ka akoma. Veç kësaj, në revistë këshilloi t'i dërgonin pica surprizë. Në rregull, bashkojani këto dhe cili është përfundimi? Një recetë perfekte për t'i treguar që je e fiksuar. Principi i tërheqjes numër 5. Nëse e nis duke qenë e varur prej ti, atij nuk i pëlqen, por nëse ka diçka që ai nuk mund ta ketë, atëherë për të bëhet një sfidë. Sërish, kjo nuk lidhet me një lojë, ka të bëjë me kuptimin e natyrës njerëzore dhe sjelljen e saj. Një mashkull gjithnjë do të dëshirojë atë që nuk mund të ketë. Nëse një mashkull njihet me një femër që sillet shpërfillse, atëherë për të është një sfidë që të fitojë dashurinë e saj. Ose nëse ai përpiqet të bëjë femrën të reagojë në mënyrë të pasigurt, por ajo e mban veten dhe ruan dinjitetin dhe krenarinë e saj, atëherë dinamika e lojës ndryshon. Mashkulli që kishte frikë nga lidhjet, kthehet në besimtar. Ai nis të ndërrojë që kjo kuçk t'i gatuaj një vakt, t'i palos çorapet ose thjesht ta ndjekë atë kudo. Por nëse gjithçka do ta nisësh si e varur, atëherë ai nuk të vlerëson në të njëjtën mënyrë. Një gabim tjetër që femrat bëjnë është që nënvlerësojnë veten. Gjatë një takimi, asnjëherë nuk duhet të flasësh për ndonjë operacion plastik që dëshiron të bësh, apo nëse dëshiron të biesh në peshë. Mos e bëj mashkullin që të mos të komplimentoj. Ky është momenti kur duhet të ndihesh shumë e sigurt për atë që je. Pra, cili është ndrimi i duhur? Kjo jam unë në gjithë mrekullinë time, më mirë se kaq nuk ka. Mos shpenzo para për të vajtur te psikologu, sepse mjafton që këtë shprehje t'ia thuash vetes deri kur ta besosh. Sigurisht që do të vi momenti që do e besosh, madje do ta besoj dhe ai. Për ulje,
mos u shqetëso. Kjo është një vuajtje e shërueshme, një anomali mendore. Nëse në një çast e kap veten duke u treguar modeste ose e përullur, atëherë mund ta rregullosh këtë gabim menjëherë. Ktheu menjëherë te mendimi se je mrekullueshme. Pik, mbaron historia. Çështja mbyllet. Nëse dikujt nuk i pëlqen vetbesimi yt, atëherë është problemi i tyre. Pse? Sepse ti je gjithnjë e para. Ja pse. Një shembull. E ke dëgjuar ndonjëherë një mashkull të thotë se gjithë miqtë e tij donin një prej të dashurave të tij? Ai e lavdëron atë aq shumë e megjithatë, kur vjen momenti dhe ti e shikon në fotografi, shtangesh. Në atë çast dëshiron t'i thuash: "Zemër, ajo duket si një prej aktorëve të filmi Lesi kthehet në shtëpi." Por mos u qetëso, sepse ai do të turret për ta mbrojtur. Ishte më e mirë se në fotografi. Nuk ma hedhët mua, përpishu sërish. Dukej më e mirë atëherë? Pauzë. Dukej më e mirë atëherë, pas ka qenë fotografi e keqe, jo, vërtet shumë e keqe, por sërish nuk ma hedhët mua. Ajo që femra duhet të kuptoj është se kur një mashkull e quan femrën si trofe, nuk ka të bëjë shumë paraqitja jashtme. Në shembullin e mësipërm ka ndodhur diçka shumë e thjeshtë. Ajo sillej sikur të ishte trofeu i madh dhe më pas ndodhi diçka. Ai harroi se kë kishte para syve. Principi i tërheqjes numër 6. Mashkulli do të sillet me ty siç sillesh ti me veten tënde. Kjo gjë funksionon edhe në të kundërt. Një femër e bukur mund të duket shumë e shëmtuar në sytë e një mashkulli nëse ajo ndihet e pasigurt. Ai të ka ndjekur çka do të thotë se i dukesh tërheqëse. Vetbesimi yt dhe sjellja e duhur do ta bindin atë se je mrekullueshme. Asnjëherë nuk duhet të mendosh se nuk je tërheqëse dhe se për këtë arsye do të duhet të mbikompensosh ose të ndjekësh një mashkull nga pas. Shihet janë subjektive. Nëse për një mashkull diçka është e shëmtuar, për një mashkull tjetër është e bukur. Takimi i parë lidhet me paraqitjen e jashtme, ndërsa kur ai dashurohet, kemi të bëjmë me sjelljen dhe karakterin. Gjithçka lidhet me faktin nëse mund të ruash unin tënd. Principi i tërheqjes numër 7. Sillu si të ishte një trofe dhe ai do të bëhet besimtar. Një femër poshtëron veten edhe nëse e krahason veten me një femër tjetër. Prandaj, mos e lësho veten kur ndihesh e kërcënuar nga një femër tërheqëse që hyn në të njëjtën dhomë. Çfarë duhet të bësh që një femër që meriton notën 6 nga 10 të duket si një që meriton notën 12? E thjesht, sillu sikur të ndihesh e kërcënuar nga ajo. Nëse sillesh sikur nuk e ke vënë re fare, ai ka për ta vënë re vetbesimin tënd dhe kjo gjë ka për ta tërhequr më shumë. Më pas do të ndodhë diçka tjetër. Ajo femra tjetër nuk do të duket dhe aq e bukur. Kuptohet qartë se kjo femër merr aq fuqi sa i lejon ti që të marr. Mikesha ime, që quhej Samantha, vajti një herë në një takim. Ai e çoi të shikoni një ndeshje boksi. Siç ndodh gjithmonë, midis raundeve doli një vajzë thuajse e zhveshur e cila mbante në dorë tabelën me numrin e raundit të radhës. Shoqëruesi i mikeshës time e pa vajzën dhe më pas për të treguar gentil u kthye sërish nga Samantha. Ajo u soll sikur nuk e vuri re arsyen se pse ai e pa vajzën tjetër. Kur vajza doli sërish për raundin tjetër, veshur me një këmishë natë transparente, mikesha ime u përkul në mënyrë shpërfillse dhe pyeti shoqëruesin e saj nëse mund të pinte pak ujë nga shisha e tij. Ai tha sigurisht. Ajo nuk u soll në asnjë çast sikur po ndihej e kërcënuar. Përkundrazi, ajo u soll sikur vajza tjetër nuk ekzistonte fare. Pasi mbaroi raundi i tretë, shoqëruesi i Samanthës nuk e vuri më re vajzën thuajse të zhveshur. Rezultati përfundimtar ishte se ai u dashurua plotësisht pas Samanthës. Gjatë rrugës së kthimit për në shtëpi, ai nuk pushonte të thëni se sa e bukur dukej Samantha atë mbrëmje. Prova u dha në vazhdimsinë e historisë. Ai vazhdoi ta ndiqte Samanthën dhe nuk u mor më me vajzën thuajse të zhveshur, e cila po mbikompensonte për të marrë të vëmendje që zakonisht është shumë afatshkurtër. Ndërkohë, që sjellja e mikeshës time ishte për të marrë shembull. Sjellja e tij nuk ishte dash romantike. Mund të ndodhë që një mashkull të të çojë në takimin e parë në një vend jo dash romantik. Nëse mashkulli të çon në një ndeshje boksi, në një lokal striptizmi ose në ndonjë vend tjetër ku zakonisht del me miqtë e tij, atëherë po të tregon se nuk ka ndërmend të qëndrojë lidhur me ty për shumë gjatë. Nëse kjo ndodh në takimin e parë, atëherë më mirë të mos dalësh me të për një takim të dytë.
Nëse gjendesh në një situatë të pakëndshme, mos u ndjeje i detyruar të konkurosh me një femër tjetër. Veç kësaj, nuk të duhet të ekspozosh shumë trupin apo të ndjesh sikur duhet të punosh shumë për të fituar vëmendjen seksuale të një mashkulli. I njoh mjaft mirë ato femra që janë të gatshme të heqin disa shtresa rrobash për të konkuruar me femrat e tjera. Sërish kemi të bëjmë me mbikompensimin. Sërish nuk është i nevojshëm. Shfaqja e hapur e seksualitetit nuk mund të përdoret për të tërhequr një mashkull. Çështja nuk është nëse je në gjendje ta eksitosh, pasi kjo nuk tregon arritje. Eksitimi mund të vijë edhe duke ngarë një motor ose edhe në gjumë. Çështja nuk është nëse ti eksiton, por nëse ai vijon të jetë i eksituar edhe pasi ka marrë kënaqësinë që kërkonte. Ky është Chelsea. Meshkujt cilësor tërhiqen nëse shfaq pak dhe jo nëse tregon gjithçka. Nëse mashkulli shikon një sekretare simpatike me flokë të mbledhura, ai do të nisë të imagjinojë se si do të dukej ajo me flokë të lëshuara. Nëse ai shikon një femër të veshur në një mënyrë që tregon se poshtë rrobave shehet diçka, atij do t'i lind dëshira që të shohë më shumë. Kur ti tregon format e tua, por nuk shfaq shumë, atëherë hapja e dhuratave bëhet më stimuluese. Nëse atij do t'i duhet të zbërthej kopsat e një veshjeje për të parë atë që dëshiron, kjo ka për ta eksituar akoma më shumë. Zakonisht i dëgjon meshkujt të thonë për femrat provokuese: "Nuk do ta përzija edhe sikur të bënte ndonjë gabim." Kjo është e vërtet, por deri në çastin që ai merr atë që do. Më pas, si me gabim ose pa gabim, ai do të vazhdojë jetën e tij. Pjesa e vështirë nuk është të tërheqësh vëmendjen e një mashkulli. Pjesa kyçe është të dish të ruash atë. Ruajtja e karakterit në një marrëdhënie nis me faktin se sa ti arrin të mbash veten. Mbikompensimi është mbikompensim dhe përfshin çdo gjë, që nga telefonatat e shumta e deri te gatimi i vakti me 4 pjata dhe veshja shumë provokuese. Mos harroj një shprehje: "Qiriu që digjet me flak më të madhe, digjet më shpejt." Por, nëse në një takim të mëvonshëm vishesh në mënyrë provokuese, kjo është gjë tjetër. Atëherë ai do ta di që e bën vetëm për të, kështu që quhet diçka e veçantë. Kjo është arsyeja që meshkujt shpeshherë thonë se duan një zonjë në shtëpi, por një kuçk në dhomën e gjumit. Ajo që i intrigon më shumë është ajo që ti nuk i tregon. Mos lejo që të drejtojnë reklama televizive. Femra që arrin të ruaj interesin e një mashkulli nuk e bazon vetbesimin te një minifund, një vath në kërthiz apo një fustan i zi me dekolte. Një kuçk nuk bazohet te këto gjëra që të ndihet mirë me veten. Ajo bazohet në veten e saj dhe si ndihet ajo vetë si femër. Ai duhet të më pranoj siç jam, thot vajza që është shumë e sjellshme. Të pranoj? Jo motër, më mirë pickoje një herë veten. Ai duhet të dëshiroj çmendurisht. Këtu nuk ka të bëj pranimi. Ai mund të pranoj një lec këmbësh, por ai e dëshiron vajzën e ëndrave. Nëse dëshiron të pranojnë, më mirë shkon në një grup diskutimesh. Po flasim për atë që ai dëshiron. Ka nisur që kur një mashkull ishte i vogël, atëherë kur mori si dhuratë për Krishtlindjen një lodër të cilën nuk e kishte kërkuar dhe me të luajti për 5 minuta. Lodra që ai vërtet pëlqente ishte ajo që bleu pas 2 muajsh lutje dhe që qëndronte në dollapin më të lartë të dyqanit. Nuk e arrinte dot për ta marrë, por ama shkonte aty çdo ditë për ta parë. Ai zgjohej çdo mëngjes që pak dhirë për të shpërndar gazetat që të fitonte para për të bler atë lodër. Këtë lodër do ta kujtoj gjithnjë pasi u desh ta fitonte me djers. Në mendjen e saj, në mendjen e tij. Unë po bëj më shumë se sa mundem. Ajo përpiqet shumë, duket e dëshpëruar. Nuk dua të luaj lojra. Ajo flet shumë. Po të edukoj. Po sillet si mama. Po të jap gjithçka që kjo lidhje të funksionoj. Po jap gjithçka që kjo lidhje të funksionoj. Ajo është shumë vajzë e mirë, por nuk kemi kimi me njëri tjetrin. Po me ato kuçkën nuk mungon tërheqja seksuale. Ajo ka diçka që nuk e kupton dot. Je ne sais quoi është një shprehje franceze e cila do të thotë nuk e di se çfarë. Kjo shprehje përshkruan diçka të veçantë për të cilën nuk ekzistojnë fjalë për ta përshkruar. Shpjegon një cilësi të pakuptueshme të cilës nuk mund t'i vësh dot gishtin. Ku çon kjo cilësi? Te një femër që ndihet mirë me veten dhe që nuk mundet askush ta bëjë të ndihet keq për cilësitë e veta. Nuk ka të bëj shumë pamja jashtme, pasi çdo ditë shohim vajza të mrekullueshme që të dashurit i braktisin. Nuk ka të bëj me inteligjencën.
Femrat e të gjitha llojeve, që nga ato më të shkëlqyrat e deri te femrat që kanë inteligjencën e barabartë me një lule mund ta bëjnë. Ka të bëjë me misterin dhe të mësuarit e thurjes së intrigave. Kur ti e humbet në përhektësinë, marrëdhënia humbet zjarrin. Mashkullin duhet ta mendosh si një ndeshje, ndërsa ti je bordi që vendos nga pas skenës. Kur gjërat fillojnë të bëhen të mërzitshme, sigurisht që është më e vështirë ta ndezësh këndijen. Për shembull, mashkulli mund të thotë: "Ndoshta më nevojitet pak kohë për t'i menduar gjërat mirë." Vajza e mirë nisi lutet që të mos ta lëri, por kuçka jo. Kuçka madje i ofron atij ndihmë që të bëj gati plaçkat për t'u larguar. Përse? Zgjidh variantin A, B ose C. A. Dëshiron ta ndihmoj. B. Ai nuk i mbledh dot rrobat vet. C. Ajo e do veten. Përgjigjja e duhur është C. Meqense ajo e dashuron veten, kuçka nuk do të pranoj pranë asnjë njeri që nuk e do. Ajo nuk i kapet nga pas duke i kërkuar mëshirë. Ajo e ruan përhektësinë deri në fund, duke bërë kështu arrin të bëjë mashkullin që të mos largohet. Aura e saj tregon se ajo nuk është aq e dëshpëruar sa të ketë nevojë për një mashkull dhe sa që i lejon atij të hyjë në lëkurë. Trenin e drejton femra, madje pa mundim. Kjo thjeshtësi në drejtim për mashkullin përkthehet në tërheqje. Je ne sais quoi është sjellje seksi dhe moskohçarse. Kuçka jo vetëm që nuk ka nevojë për mashkullin, po shpesh herë ndodh që ajo të mos ta ketë mendjen te ai. E ke vënë re ndonjëherë kur je duke folur në telefon dhe po e injoron mashkullin që ke në krah, ai niset të puth derisa të marrë vëmendjen tënde. Sa më shumë të injorosh, aq më shumë intrigohet. Po ta vësh në qendër të vëmendjes, ai do të ikë me vrap. Principi i tërheqjes numër 8. Ndryshimi më i madh mes një kuçke dhe një gruaje është frika. Kuçka e tregon hapur se nuk ka frikë të jetojë pa mashkullin. Margaret Atwood ka thënë: "Frika ka të njëjtën aromë si dashuria." Thuhet se frika dhe entuziazmi vijnë nga e njëjta pjesë e trurit. Kur një mashkull ka frikë se do të humbas një femër, entuziazmi i tij rritet. Shpirti dhe mendja e tij janë si një bim. Ka nevojë për ujë, por edhe për ajër që të mbijetojnë. Nëse mashkullit që në nisje të lidhjes do të japësh shumë siguri, është njësoj si kur e ke ujtur lulen më shumë se sa duhet. Kjo gjë e vret. Një prej gjërave që femra duhet të heqin nga mendja është kuptimi i kuçkës. Një kuçkë është e sjellshme. Ajo është e ëmbël si një pjeshk nga Georgia. Ajo buzëqesht dhe është femërore. Thjesht, vendimet e saj nuk i merr duke u bazuar në frikën se mos humbet një mashkull. Ndryshimi mes kuçkës dhe vajzës së mirë nuk qëndron shumë në karakter, por më tepër në sjellje. Nuk ka të bëjë me faktin se sa ashpër je. Një femër kuçkë sillet si e tillë, pasi nuk është e gatshme të heqë dorë nga vetja e saj. Principi i tërheqjes numër 9. Nëse kuçkës i duhet të zgjedh midis dinjitetit dhe marrëdhënies, ajo gjithnjë do të zgjedh dinjitetin mbi gjithçka. Kuçka nuk e ndryshon personalitetin e saj gjatë një marrëdhënie me një mashkull. Ajo nuk i humbet miqt. Ajo nuk heq dorë as nga karriera dhe as nga aktivitetet që interesojnë. Ajo nuk heq dorë plotësisht nga koha e saj dhe as nuk pranon të bëhet elastike. Ndryshe nga vajza e mirë, ajo nuk e toleron mungesën e respektit. Në të njëjtën kohë që ruan përhektësinë, ajo ka edhe më shumë respekt për veten. Ajo ka besim të plotë se vendimet e saj drejtohen nga vetvlerësimi. Meqense ajo nuk ka frikë, si për ironi të fatit, është mashkulli që nis të ketë frikë se mos e humbet femrën. Meqense ajo nuk është e dëshpëruar, ai fillon të ketë më shumë nevojë për të. Meqense ajo nuk varet nga ai, mashkulli nis të varet nga femra. Funksionon si një magnet, por në të kundërt. Në fund, personi që është më i pavarur nga marrëdhënia tërheq pas vetes personin tjetër. Njihuni me kuçkën e re dhe të përmirësuar. Më lejoni ta mbyll këtë kapitull duke bërë një përkthim të ri të fjalës kuçk. Mendoje si një fjalë të mirë. Kuçka nuk është femër që flet me ton të ashpër. Ajo nuk është as e pasjellshme. Përkundrazi, ajo është shumë e sjellshme, por njëkohësisht është e qartë. Ajo komunikon me mashkullin në mënyrë të drejtë për drejtë, njësoj siç bëjnë meshkujt kur komunikojnë me njëri tjetrin.
Në këtë mënyrë, edhe mashkulli e ka më të thjeshtë të përballet me të, ndryshe nga një femër e cila mund të duket shumë e ndjeshme, sepse një femër e tillë e turbullon mashkullin. Kuçka e di se çfarë do dhe e shpreh atë me një herë. Si përfundim, ajo zakonisht merr atë që do. Më poshtë, gjeni 10 karakteristika që e përshkruajnë. 1. Ajo ruan pavarësinë. Nuk ka rëndësi nëse ajo është drejtuese e një kompanie apo kamariere në një restorant. Ajo punon për të jetuar, ajo ka dinjitet dhe nuk e shtrin dorën askujt. 2. Ajo nuk e ndjek mashkullin nga pas. Bota nuk rrotullohet rreth mashkullit. Ajo nuk lë takime të në bazë të horoskopit që i ka dalë për ditët e sotme. Ajo as nuk e ndjek mashkullin dhe as nuk ruan oraret e tij. Ai nuk është qendra e botës. 3. Ajo është misterioze. Ka një ndryshim mes ndershmërisë dhe zbulimit. Ajo është e ndershme, por ama nuk tregon gjithçka. Ajo nuk i tregon që në fillim të gjitha letrat me të cilat luan. Njohja dhe parashikueshmëria ushqejnë mërzitjen. 4. Ajo e lë mashkullin të përmallohet. Ajo nuk i takon mashkullin çdo natë dhe as nuk i lë mesazhe të gjata në sekretarinë telefonike. Për meshkujt, malli është i barabartë me dashurinë. Kur mashkulli përmallohet, është diçka e mirë. 5. Ajo nuk e lejon mashkullin që ta shohë të vuaj. Ajo nuk e lejon që komunikimi mes tyre të bëhet i ngatruar dhe madje nuk komunikon fare me të kur është e mërzitur. Kur ajo qartësohet me veten, flet e përmbledhur dhe e vendosur. 6. Ajo kontrollon vetë kohën e saj. Ajo i merr gjërat me ngadalë, veçanërisht kur ai nxiton. Ai lëviz me ritmin e vet, jo me ritmin e tij, duke mos lejuar që ai të ketë gjërat në kontroll. 7. Ajo ruan ndjenjën e humorit. Ndjenja e humorit e bën mashkullin të mendojë se ajo është e pavarur. Megjithatë, për kuçkën, mungesa e respektit nuk është për të qeshur. 8. Ajo e vlerëson shumë veten. Kur ai bën një kompliment, ajo e falenderon. Nuk përpiqet ta bindë mashkullin për të kundërtën. Ajo nuk pyet se si duke ishte dashur e tij dhe as nuk konkuron me femrat e tjera. 9. Ajo ka pasione të tjera veç mashkullit. Kur ai e ndjen se nuk është qendra e ekzistencës së saj, femra bëhet më e dëshirueshme. Ajo nuk mërzitet nëse ai është i zënë. Ai nuk ka një vend të veçantë në mendjen e saj. 10. Ajo e trajton trupin e vet si një makineri tepër fine. Ajo kujdeset për pamjen dhe shëndetin e saj. Respekti që një person ka për veten pasqyrohet në mënyrën se si personi kujdeset për paraqitjen e jashtme. Nëse ai thotë se nuk i pëlqen buzëkushi, ajo e vë gjithsesi sepse bën atë të ndihet mirë.